në Irak vendim. Refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se as nga vetë pretendimet e prokurorisë speciale nuk rezulton roli i drejt për drejt aktiv i të pandehurit në datat kritike të përshkruara edhe në parashtresën e mbrojtjes, për çka rrjedhimisht nuk do të ndryshonte vlerësimin e gjykatës mbi pafajësinë apo fajësinë e të pandehurit, pasi që njëjti akuzohet se ka pasur vetëm rol ndihmues të grupit të organizuar, gjithnjë sipas pretendimeve të prokurorisë. Nën 2, refuzohen propozimet e mbrojtjes për nxjerrjen e ekspertizës së krahasimit të uniformave. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se një vlerësim i tillë është i thjeshtë nga vetë përballja e fotografive, po që ose uniforma në fotografitë të pandehurit Dushan është e njëjta apo jo me të pandehuve të tjerë. Dhe krejt kjo pastaj do të vlerësohet në besueshmërinë e provave dhe gjendjes faktike të pretenduar nga prokuroria. Po ashtu, po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykues në faktin se a ka qenë apo jo i përfshirë i akuzuarit Dushan në grupin e pretenduar terrorist. Andaj mbi këto arsye, trupi gjykues ka vlerësuar që të refuzohet ky propozim i mbrojtjes. Se prema stavu odbrane trebaju se slušati imajući u vidu da je Maksimović Dušan. Pa već mandatorit lutem, edhe për shkak të përcimit, edhe për shkak të procedurës. Da. Od dana 23. septembra 2023. godine pa do dana njegovog hapšenja 25. septembra 2023. godine konstantno bio u društvu predloženih svedoka. Isti svedoci imaju lične i neposredne saznanja u vezi toga kada i gde je Dušan bio u kritičnom momentu. Konkretno predloženi svedoci, a ja ću iščitati redom, mogu nam dati informacije u vezi sledećeg. Svedok predložen pod rednim brojem 1, Milosavljević Suzana, ima saznanja u vezi toga da je Dušan kritičnog dana kada je uhapšen 25. septembra najpre razgovarao sa jednom policijskom patrolom koja ga je uputila u kom pravcu treba da krene, koji se identifikovao ličnom kartom i kada je nastavio put ka Zvečanu, gde su mu bili majka i sestre,
Tom prilikom je priveden. Me atë rast është arrestuar. Kritičnog dana, Ditën kritike, 23. i 24. septembra, 23-24 shtator, bili konstantno konstantno sa optuženim me Dušanom të akuzuarin Dušanin na Vikendici, në Vikendic, gde su na kraju svakog meseca, në fund të çdo muaji, godinama unazad, edhe vite më pravili roštilj i družili se. kanë bërë grid dhe janë shoqëruar. Predloženi svedoci Milosavljević, Shmetat e propozuar Jolović Isidora Isidora i Jolović Nemanja dhe Nemanja Jolović mogu nam dati Veç edhe informacije. ne jak lutem, foto me numër dorë të radhës. Oni su predloženi pod brojevima 4 i 5. ata janë me numër 4 dhe 5 të propozuar. Milosavljević Jolović Isidora i Jolović Nemanja. Jolović Isidora dhe Mogu nam Nemanja dati informacije u vezi toga informata në lidhje me atë se gde je Dušan spavao ku ka fjetur u noći Dušani između 24. i 25. përmjet septembra. datës 24 dhe 25 shtator. Dakle, smatramo da svako od ovih svedoka Konsiderom se të gjithë nga këta dëshmitarë može svojim ličnim saznanjima mundin me njohuritë e tyre personale da nam otkrije të na gde, zbulojnë kada i šta je radio optuženi Dušan za vremenski period për periudhën kohore kada ga optužnica tereti da je kur e učestvovao u ngarkon napadu. atë akuzas fjali. Ja znam da je u pitanju veliki broj Se svedoka, bëhet fjalë për numër të madh të dëshmitarëve, ali ovo je jedno jako ozbiljno por krivično delo. kjo është një vepër penale shumë serioze. Smatram da možemo jako brzo da ih ispitamo, jer svako od njih će reći ono što zna. Sepse secili prej tyre do të thotë atë çfarë di. Smatram da bi čak na jednom ročištu u jednom danu mogli da saslušamo sve svedoke, Seancë gjatë një dite të ndëgjojmë të gjithë dëshmitarët, a smatram da Nga informacioni dhe shkresat e lëndës, rezulton se një pjesë e konsiderueshme e këtyre personave ose dëshmitarëve të propozuar nga ana e mbrojtjes si dëshmitar nuk kanë të dhëna të plota personale. Në disa raste nuk mund të evidentohet identiteti sakt i këtyre personave, për çka e bën të pamundur që këta persona të konsiderohen si burim i besueshëm i dëshmisë së tyre në këtë shëtim. Rezulton se disa nga personat e propozuar janë të ndërlidhur mes vete dhe me të akuzuarin, ku mbrojtja nuk i paraqet këta si dëshmitar okular për ndonjë veprim penal konkret, që është objekt i akuzës, por i ka propozuar vetëm si emra. Kjo tregon se dëshmitarët e propozuar synojnë të ndërtojnë një narrativ të përgjithshme të mbrojtjes, ose nëse mëjmë me thonë alibi kolektive, pa ndonjë vlerë të rej provuese, dhe që është krejtësisht në kundërshtim me provat materiale dhe ato personale të cilat tashme kemi dorëzuar në këtë shëtim gjyqësor dhe disa prej tyre vetë se gjykata i ka administruar. Propozimi i tillë nga ana e mbrojtjes përbën një rrezik real të zvarritjes së panevojshme të kësaj procedure, për shkak se dëgjimi i këtyre dëshmitarëve ose numri të madh të dëgjimit të këtyre dëshmitarëve nuk ka ndonjë relevancë konkrete. Unë po e kuptoj tentativën e mbrojtjes për me kriju alibi për klientin e vet. Nuk po e kuptoj. Fakti të avokatë është për konstatim sakt në procedurë. Po e kuptoj. Narrativën e mbrojtjes për ta krijuar alibi. Përmes shokëve të klientit saj. E të kujtoj gjykatën se
a ka qenë as ka qenë aty, në kohën e sulmit klienti i saj, nuk është prova vetme, ka prova materiale, siç i cepi Proces. prokurori. Çka është thelbi i aktakuzës? Organizimi dhe pjesëmarrja në një sulm të armatosur për shkputjen e një pjese të veriut të Kosovës. Tash, mbrojtja po tenton me 10 dëshmitar, disa për tyre të cilët nuk i kanë as shënimet e plota, me kriju një alibi. Mbrojtja mund të paraqes prova për konstatimin e alibit dhe emrat dëshmitarëve vetëm 30 ditë pas konfirmimit të aktakuzës. Dhe dispozita ligjore është fare e qartë thotë jo më vonë se 30 ditë. Ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë dispozita të tjera që i lejojnë mbrojtjes kur do të propozojë dëshmitar. Por në rastin konkret, kolegja që propozoi dëshmitarët e tha se ata do të dëshmojnë se kanë bërë grellë së bashku, dhe kjo, e cili do pretendim tjetër, nuk mund të rrëzoj e të zhdoj provën që kemi tani në shkesat e lëndës, uniformën e vetë Dušan Maksimovicit së bashku me antiplumin që kishte në dhomën e tij të fjetjes, dhe ka prova të mjaftueshme se ai ka qenë pjesë aktive që nga pjesëmarrja në rojat e urës e deri në ditën kritike kur është arrestuar.